flas për vitin 1969-70. Unë kam qëndruar këtu deri me 24-25 janarin 1970. Kam takuar për herë të parë dhe fatkeqësisht të fundit Lezgush Poradecin. E kam takuar në një mënyrë jo të zakonshme, kur kam dalë, unë punoja paradite dhe mandej shkoja në drek në hotelin Dajti ku isha i vendosur, kthesha prap pas dite punoja në bibliotekën kombëtare dhe kur kam dalur për biblioteke e kam parë një njeri i veshur me një pallto të zezë që i shtrihej deri në fund këmbëve, si thuaj që este drejt meje. Po, kush është ky? Më afrohet ajo dhe më thotë unë jam Lezgush Poradeci. Lezgushi, domethënë ajo pamja e princit të poezisë shqipe, si e quanim dikur, tashti ishte në një moshë të thyrë, një plak pakës si i krosur, ndoshta më i vogël se çunë e kisha parafituar në mendjen time, dhe një bisedë të shkurtër, unë kisha bërë atëherë një studim për të botuar në librin tim Dialog me shkrimtarët, dhe ai kishte dëgjuar për këtë, por nuk e kishte lexuar atë studim dhe ishte interesuar që unë t'ja siguroj librin me atë studim për të.